Rikthehemi me pjesën e dytë të ndëruar shikues 48-37. Një çerek i dytë i cili u kontrollua nga skuadra e Peës, që edhe krijoi ebërsi dyshifrore, ebërsia shkoi edhe deri në +14 gjatë pjesës së parë. Ndërsa vjen tentimi aty më njëherë nga Roshe që kuq. 13 pikë është më i dalluari tek Rahoveci, 13 pikë ka dhe Jordan Johnson në anën tjetër që është më i dalluari te Peja. Dardan Berisha e kthen topin tek Edwards. Shkurtër gjuajtja, por edhe njëherë merr kërcimin në sulm. Dardan Berisha, vjen tentimi i Jordan Johnson. Ndalet me personalet të tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Shohim edhe një momentin para prak. Qëllon Johnson në tentimin e parë. Vazhdon të jetë 100% i sakt nga vija e gjuajtjes së lirë. 2-2 deri më tash. Edhe njerë i sakt. Të tretën nuk e qëlloj, por ka hyrë para kohë Fisnik Rugova. Do ta ketë edhe një mundësi Jordan Johnson. E kësaj radhe është i sakt. E përmirëson vetën. 51-37. Rugova. Ka gabuar në hapa Fisnik Rugova. Ne shohim edhe një lëvizi. Green. Dardan Berisha gjuan për 3, nuk është i sakt. Edwards është ai që ka prekur i fundit topin. Sa në lojë tek Rahoveci, Ujkani në vend të Fisnik Rugovës. 9 pikë nga Rugova deri më tash. Umipik e ka mbyllur goxha mirë sot playmakerin Aizia Umipik, i cili paktën në pjesën e parë mbeti në vetëm 6 pikë. Johnson tek Edwards. Mbrojtje mirë e Regis. Gjithsesi topi do të vazhdon të takojnë pejanëve. Edwards, Berisha, gjuan nuk qëllon as kësaj radhe. Dardan Berisha. Pullion në anën tjetër niset deri në fund, mesin e dy lojtarëve realizon Kentrell Pullion për 51-41. Një shkrihet Eurzia në 10. Berisha, bukur të Green. Gjithsesi mbrojtja edhe një herë mirë e vreshtarëve. Topi vjedhur nuk i lejojnë pikët Greenit. Në anën tjetër Regja shkon dhe deri në fund. Bart Regja nga ana e kundër të realizoj. Jordan Johnson, Dardan Berisha deri në fund, nuk ka pikë, por është aty Green që e përmirëson. Pullion gjuan për 3, nuk arriti të qëllon.
Mala shpejt në kundërsojnë me kthente Green. Edwards vet deri në fund. Ka faul ndaj tij nga Ujkani. Ne shohim Bujar Locin asaj radhe nuk pajtohet me këtë personale. Qëllan Edwards në tentimin e parë. Në 10 pikë të Edwards që i ka marrë edhe 6 kërcime, i ka bërë edhe 2 asistime, teksa i ka vjedhur edhe 2 topa. Paraqitje mjaft e mirë e tij. Janë depërtimi i Pullian, edhe njeri sakt. Berisha. Johnson. Jordan Johnson. Ka faul ndaj Johnson. Berisha i këtan topin tek Jordan Johnson. Nuk arrin të e pranon në top. Edwards e pam si e shpëtoi Musab Mala, por direkt në duart e mysafirëve, teksa vjen kundër sulmi. Bardh Regja realizon time-out. Trajneri Greg Gibson kërkon 55-47, 6 minuta e 9 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë. Rikthehemi pas time-outit. Kthejnë ujtarë në fush, shohim Adudarin, Raveci të rikthehet më tepër në rezultat. Ka bi humbur i pejanëve në vazhdimësi në ndjekje të rezultatit mysafirët. Pullian. Deri në fund, Kentrell Pullian dalet me personale. Do tjetë në vijen e quajtjes së lirë. Nuk e qëllan tentimin e parë Pullian. 7 pikë të ti deri më tani, kurse 50% ishte paraprakisht i sakt nga vija e quajtjes së lirë, po ati 2 tentime, 1 e ka realizuar. Qëllon në të dytën vazhdon tjetë, 50% i sakt. 55-48. Berisha
Artan Berisha deri në fund nuk qëllon. As Herndon nuk arriti të marra top, teksa Bart Rigja realizon trishe për të shkrirë edhe njëherë ebërsi në 4-55-51. Në anën tjetër Jordan Johnson asaj nuk qëllon. Do të kemi zëvendësim të 2 fish tek Pia, teksa vjen blokada e Green, por nuk është e mjaftueshme. Pam 3 tentime të vreshtarëve që tashmë e kanë shkrier në vetëm 2 ebërsin e vendasve, të cilët ishin edhe deri në plus 14. Ka faul nga Bart Rigja, gjithsesi do të kemi time-out. Të kërkuar nga Bujar Luci. 4:35 deri në përfundim të çerekut të tretë. Vetëm plus 2 pejanët. Një momentum i mirë, Ira veci 0-29-16-7 në çerek të tretë. Po e kontrollojnë mjaft mirë ndeshjen në këtë çaste. Kthehemi pas time-outit. Armstead është në loj edhe Hajdari e Morris tek pejanët, rezëvendësime. Morris vetë shkon deri në fund, nuk ka arriti të qëllon. Bart Rigja ka marra top, e ruan kapiteni. Ka faul. Morris është ai që ka shkaktuar personale. Umi pik. Zia Umi pik. Pullian. Rigja do të gjuan edhe njëherë për 3 pik, nuk është i sak Herndon më i larti në kërcim. Armstead. Hajdari. Arti Hajdari. Afër tij është Bart Rigja me top të vjedhur. Fantastik kapiteni në këto momente. Pullian deri në fund realizon. Ndalet me personale, barazon rezultatin 55-55. Ka mundësin edhe të marrë e përsin skuadra e Rahovicit. Gjithë qka baraz Eksa Kentrell Pullian, që është 50% i sak deri më tash nga vija gjuajtjes së lirë, e qëllon. E përsia ndronon një qerek i tretë fenomenal i vreshtarëve që ka rëmbyer e përsin minimale. 19-7 është seria në këtë qerek. Green deri në fund.
Ka faul. Shojmë golitjen në poster vendos. Julian Roshen, ndërsa ka edhe një quajtje të lirë. Huq nga quajtja e lirë. Green, 57-56. Pullian. Tej Pullian afër tij është Armstead, ka faul. Juan Pullian për 3, nuk është i sakt, povi në duart e Green. Morris te Green, tani në blokohet para ti ishin 2 lojtar, nuk i lejuan kësaj radhe ngulitjen atë që e bëri paraprakisht. E shohim kësaj radhe blokohet. Do të vazhdojnë dobi të takojnë skuadrës së PES. Morris tek Herndon. Duket që ka gabuar në hapa, po. Herndon. Top i humbur i pejanëve. Herndon edhe mëtej është pa pikë. 9 kërcime gjithsesi ka marrë dhe ka bërë edhe 2 asistime. Humi pik. E hum topin. Sa Armstead nuk arriti të mban brenda vijave. Do të vazhdon të takon shumë i skuadrës së Rahovecit. Pullian. Edhe ai ka bën në hapa. Kentrell Pullian nuk pati hapësirën që të depërton. E shohim edhe një ndaljet. Afër tij ishte Green. Mbrojtje mirë e Green. Që guluar me 12 pikë, 7 kërcime. Tari i tretë e peja me pikë 2 shifrore, me 11 pikë kuluan edhe Edwards, sa që 16 i ka Jordan Johnson. Herndon është aty që mori kërcimin për të realizuar, i qëllon pikët e tij të para. 59-56. Humi pik. Pullian. Rixha gabon në udhëheqjen e topit. Bardh Rixha, mbrojtje mirë e pejanëve që e ka rikthyer përsin prej 3 pikëve. 59-56, 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të çerikut të tretë. Morris kërkon kontaktin për faul Green. Afër tij është Ujkani. Tash ishte personalja e Ujkanit. Do të kthehen në lojë tek Rahoveci Rrugoba dhe Wikis. E do t'ullet për pushuar edhe Roshe. Si dhe Pullian që
me fakt nuk japi të drejtën e zëvendësimit të Pullian në këtë moment gjyqtarët. E qëllan Green, dërsa është momenti i zëvendësimit. Jones se ullet edhe Green pikërisht. Edwards kthehet në lojë tek Pea. Umi pik. Jones tek Rungova. Edhe njerë Jones. Izia umi pik gjuan për 3. Kur të rëgjuajtja Azwikis nuk arriti të e kapa, top në kësh. Vjen të timin në anën tjetër për 3 pik. Malcolm Armstead për 63-56. Ashmë plus 7. Ktheo të përsia në anën e Peës edhe pse Rahovici e mori avantajin për 57-56. Por nuk arritën të mbajnë. Arti Hajdari me një tjetër treshe për të rikthyer reversim prej 10 pikëve. Fenomenal Pejanët. Edhe pse patet momentumin e mirë, Mysafirë që u rikthyen në lojë të marrën edhe avantajin. Tashmë sekundat e fundit të çerekut të tretë dhe Pea ka eversi prej 10 pikëve. E me këtë eversi do të përfundojnë edhe 30 minutat e ndishjes. 11 pikë tashmë të Pea edhe Arti Hajdari që është 100% i saktë nga loja. 2-2 për treshe dhe 1 dyshe ka realizuar. Bëhet lojtari 4 me pikë dyshifrore tek Pejanët. 16 nga Johnson, 13 nga Green, e 11 i ka edhe Edwards e Hajdari. Në anën tjetër tek Rahovici. Roshe me 15 pikë, 7 kërcime e 11 pikë. Tashmë i ka edhe Pullian. Ne kthehemi pas pak me 10 minutën e fundit. Startojnë edhe 10 minutat e fundit për baljes 66-56. Eversi prej 10 pikëve e Peës. Herndon deri në fund. Herndon realizon pika e 4 të tij, ndërsa tashmë i ka marrë 10 kërcime. 68-56 kthehet Eversi prej 12 pikëve. Shenjë mbrojtjen e Armstead. Poster ja heqa top Kentrell Pullian që dëvërtoj nuk arriti të kontrollon
tupin. Teksa tani mbrojtje e mirë edhe Rugovës, por ka shkaktuar faul. Hajdari rikthen tupin në lojë. Gjithsesi pasimi i fortë i tij. Top i humbur i 14 i PES, 10 i ka Rahoveci. Omi Pik e kupton pasimin Arti Hajdari. Vazhdon topi tjetë në brendësinë e Rahovecit. Julian Roshe deri në fund. Nuk ishte i sakt. Topi do të vazhdon të takon edhe Matej Peës. Ishte e Jupja i që luajti i fundit. Armstead tek Morris. Morris gatërohet me top. Kërkojnë faul edhe trajneri i PES, teksa Morris tha që pati shtyrje aty. Shojmë edhe statistikat e më të dalluarve. 16 pikë nga Jordan Johnson e Roshe me 15 pikë po luan 7 kërcime. Ka faul. Morris. Armstead. Malcolm Armstead gjuan për 3 pikë. Edhe njeri sakt. 6 pikë të Armstead, 71-56. Ilir Pullian gjuan për të përgjigjur, por nuk është i sakt, ndërsa vjen nga plani i dytë. Fisnik Rugova që qëllon 11 pikë edhe për Rugovën. Morris tek Hemdon që realizon 73-58. Ka faul nga Morris. Kemi zëvendësim tek Peja, Herndon ullet, Green kthehet në lojë. Umi Pige humb topin e kap kokën Bujar Ljoci. Çfarë topi humbur teksa shohim as peanët nuk qëllojnë. E Jupit i rësheta i top, por arrin të e kontrolon shkojnë vetë deri në fund. Për 73-60. Armstead deri në fund, nuk është i sakt. Ka faul ndaj Green. Shojme edhe njerë momentin e personales me gjasi ishte Jones, ai që shkaktoi faul. Personalja e tretë Jones. Hajdari. Deri në fund, Arti Hajdari realizon
E thash edhe gjatë pjesës së parë, sonte duket mjaft në disponim të mirë për lojë. Pika e 13, Eri kthe në përsim prej 15 pikëve tek Peja, që është edhe më e thella sonte. Joan Edwards realizon për të thelluar edhe më tepër Eversin, 77-60, 6:37 deri në fund. Kemi time-out kërkuar më mirë e nisi edhe çerekun e 4 Peja dhe tashmë gjithçka po ecën mirë tek Verdhëzinjët. Rikthehemi pas time-outit. Pra 6:35 deri në përfundim. Eversi prej 17 pikëve, lojë kontrolluar nga Peja, edhe pse për një moment Raveci arritën që ta marrin edhe përsin pas sëris në çerekun e tretë. Ishte rezultati 55-56, por nga i moment janë dalur realizimet tek vreshtarët, vetëm 4 pikë kanë realizuar. Teksa po e shohim skuadra e Pejës i ka qelluar 22 pikë. E pam realizimin e Jones. Morris tek Hajdari. Dëgjuan për 3 pikë. Ardi Hajdari hezitoi me të parën. Teksa në anën tjetër Jones, pasimi fort i tij për Fisnik Rugovën, e do të kemi zëvendësim. Kthehet në lojë Ardan Berisha në vend të Ardi Hajdarit. Kapiteni me 5 pikë sonte. Sa i ka bërë edhe 2 asistime. Armstead ka bërë një hapa. Priti që ta ketë ndonjëri nga bashkëtarët të lirë. Umipik. Jones nuk shkon pasimi, gjithsesi vazhdon të mban brëndësinë e topit. E humbin vreshtarët. Green deri në fund me një tjetër ngulitje me një dorë. Fantastic Green. Në anën tjetër Umipik gjuan për 3, nuk është i saktë Rukova, më i lartë në kërcim. Guti gjuan për 3 pikë me të futur në lojë. Durguti e realizon treshen. Teksa në anën tjetër Toby humbur i Morris. Do të zëvendësohet Morris. Ullet në vend të tij kthehet Jordan Johnson. Pullin. Dëgjuan për 3 pikë.
Shkurtër gjuajtja në harkun e parë. Green ishte më i lartë në kërcim. Edhe një herë, simi ti 8, pas 15 pikëve që i ka realizuar. Edwards ka bën në hapa. Katër e 30 deri në përfundim, 79-65. Po e ruan avantazhin tashmë Pea. Umibig. Durguti, bukur të Kroshe. Shkon deri në fund, nuk arriti të realizon. Teksa kthehet disia i top në duar të Roshe, por shihni si ngatrohen me top. Dy lojtarë tek Umibig. Green e Jordan Johnson. Një përshëndetje mes lojtarëve. Do të rishikohet edhe një rasti. Kemi dyshën e gjyqtarëve këtu. Atëherë rishikuan edhe një herë rastin e fundit të dyshja e gjyqtarëve. Topi vazhdon të jetë tek Rahovici. Pa faul nga Armstead. Ndaj Umibig. Timeout ka kërkuar trajneri Buja Loci. 4 minuta e 8 sekunda deri në përfundim të kësaj përballje. 79-65. Po vazhdon Pea të ruan avantazhin e krijuar tashmë. Emërsia shkoi edhe deri në plus 17. Shojmë sa do të ketë forcë Rahovici të bën diçka më tepër në këto 4 minuta sa ka mbetur deri në fund. Rikthehemi pas timeoutit. Rugova tek Pullian. Edhe të topi në brënësinë e mysafirëve. Pullian do të gjuan për 3, nuk pati kohë për diçka tjetër. Airballi i tij teksa nisën në kundërsolm Pejanët. Nuk qëllon as Johnson, as Green.
Puqin në kosh. Pullian. Ka faul nga Jordan Johnson. Shkohet me teknike Jordan Johnson. Reagoj pas saj personale. Jordan Johnson. Qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë. Pullian për 79-66. E qëllon edhe kësaj radhe. Control. Pullian. Tria gjuajtjet e lira i realizon. 79-68. Johnson. Dalet me personale nga Rugova, nuk e lejon dëbërtimin. Teksa du kemi zëvendësim. Hendon tek Peja kthehet. Ullet Edwards. Berisha tek Herndon. Dardan Berisha. Nuk shkon pasimi i tij për Herndon, ka lojë me këmbë. Herndon. Armstead. Tek e Herndon që ndalet me faul nga Umi Pig, edhe pse thot që topin ja hoqa. Ky është momenti i faullit të Aizia Umi Pig. E qëllon gjuajtjen e lirë Herndon. 7 pikë të tij. 68. Tashmë 3 minutat e fundit të përballjes. Në të dytën nuk është i saktë. Pullian blokohet nga Herndon. Blokat fantastike nga giganti Herndon. E priti këtë dëpërtim të Pullian. Dhe e blokoj pasër, tubi do të vazhdon t'i takon skuadrës Rahovesit 0-29. Tek Pullian. Edhe njerë shkon deri në fund Pullian. Kësaj radhe u blokua, por duket që kam prekur tabelën, pikët pranohen. 80-70, shkrihet e përsia në 10. Edhe njëherë, varësisht që Peja pati e përsi prej 17 pikëve. Duket që kërkojnë shpjegim trajneri Gibson pse u pranuan ato pikë. U sqarua gjithçka. Ky është momenti kur e preku tabelën Green dhe pranohen pikët.
Ndërsa trajneri Gibson kërkoj shpjegim për këtë. Jordan Johnson. Edhe më të Johnson. Teberton deri në fund nuk realizon, por Herndon nga plani i dytë vjen për të qelluar 9 pikë të tij. 82-70. Ka faul ndaj Pullian. (82-70), pra 2 minuta loj në vijën e gjuajtjes lirë. Do tjetë Kentrell Pullian, që tashmë është më i dalluari me 16 pikë të Raoveci. 8-6 nga vija e gjuajtjes lirë, kuq kësaj radhe. Sakt në tentimin e tij të dytë. 17 pikë nga Pullian. Johnson në kthen dubin të Green. Armstead. Juan Armstead. Nuk arrita realisht ta kuptoj, tentoj për një alley-oop apo për shut. Gjithsesi, shohim edhe një herë. Asnjëra as tjetra, topi përfundon jashtë. Në anën tjetër, Pullian realizon për 3 pikë. 82-74, shkrihet edhe më tepër ebërsia e bejanëve. Jordan Johnson bën slalom, asiston për Herndon që realizon. Tashmë kompleton double-double. Herndon 11 pikë, 11 kërcime. E Pullian në anën tjetër nuk është i saktë kësaj radhe. Herndon tek Jordan Johnson. Deri në fund shkon dalet, ka faul. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Shohim edhe një herë personalen ndaj Jordan Johnson. Qëllon Johnson nga vija e të lirave, pika e 17 e tij. 5-5 është nga vija e gjuajtjes së lirë. Nuk ka gabuar asnjëherë. E kjo është lira e parë që huq. Tashmë minuta e fundit, Bea afër fitores së radhës. Bukur ai top tek Roshe, gjithsesi afër tij është Herndon, por shkon deri në fund, realizon për 85-76. Ishte një qerek i treti mirë i Raovecit. Bukur Herndon deri në fund. Edhe njerë i sakt. Nuk mjaftoi gjithsesi ai qerek i treti mirë i vreshtarëve. Qëllon Pullian për 3. Edhe një herë. 87-79. Johnson. Jordan Johnson. Në ka presionin. Johnson. Herndon. Të gjuan për 3. Airball i ti. Marin topin mysafirët me Pullian që gjuan për 3 pikë, por përfundon dueli 87-79. Bea arrin të marrë fitoren edhe ndaj Raovecit, edhe pse
Vrishtarët u munduan në çerekun e tretë maksimalisht, por Pejanët e kontrolluan mjaft mirë ndeshjen për të e marrë fitoren në fund. 17 pikë nga Jordan Johnson, double nga Hamden, 13 pikë, 12 kërcime, 15 pikë nga Green, e nga 13 pikë i shtuan nga banga rezerv Edwards e Ardi Hajdari. Në anën tjetër tek Raoveci, 23 pikë nga Pullian, 17 nga ardhja e fundit kanadezi Julian Roche, cili ka marrë edhe 9 kërcime, ndërsa 11 pikë tjera erdhën nga Fisnik Rugova. Ndërruar shikues, për pak do t'jemi edhe me intervistat.
Jemi me kryetrajnerin e skuadrës së Peos. To coach, you controlled the game most of the time, even though you let Raovici come back at the third quarter and they even got the lead, but still you recovered fast. How satisfied you are with the performance you had tonight? Well, obviously it's nice to win. We did enough to win, but I know against the upcoming opponents that we can't have these lapses. And that's something we definitely will talk about. For whatever reason, we didn't have the energy in the third quarter. Turnovers, we've been pretty good throughout the season with turnovers, but just giving our opponent today, Raovici, just possessions without even have time to set up defense. So that's one thing that we definitely will look to get better with. Yeah, coach, and mostly things went well, especially defensively. We discussed you stopped Yumi Pig, and I guess that was one of the things you told to your players. Well, it is. He's a great player. I mean, you give him just a little bit of room. He's so good from behind the three-point line. We contested for the most part all night, and that was a big part of our game plan was to, get the ball out of his hands. The leading scorer in the league, you don't want him with the ball. So we did do a decent job with that. Thank you, coach. Good luck in next games. Thank you so much. Thank you. Atëherë ishim me kryetarinin e skuadrës së Peos, tha që e kontrolluan mirë ndeshjen, por ajo rënje dhe në çerekun e tretë nuk duhet të na ndodhë me skuadra tjera, pasi që ajo mund të na kushtoj. Kemi pasur goxha topa të humbur, kryesisht gjatë kësaj sezoni e kemi kontrolluar topat e humbur, megjithatë sot patëm shumë topa të humbur, një gjë e cila nuk i pëlqeu ishte kjo. Gjithashtu e pyeta sa ishte i kënaqur me pjesën tjetër, kryesisht me mbrojtjen, thashë e kanë dalur lojtarin apo koshashënuesin më të mirë të Raovicit në vetëm 6 pikë, tha ajo ka qenë njëra nga planet e kësaj ndeshje, kështu që arritëm ta ndalim një lojtar fantastik i cili realisht i duhet shumë pak hapësirë që të realizojnë. Atëherë kjo ishte intervista e trajnerit të skuadrës së Peos, Greg Gibson, ndërsa për pak çaste do të jemi me Bujar Locën. Jemi këtu edhe me ndihmën e trajnerit në skuadrës së Raovicit. Nuk e nisët mirë, por e patët një rikthim në lojë në çerekun e tretë, gjithsesi duke që shpenzuat goxha shumë energji në ato momente, edhe nuk mundet që deri në fund të bëni diçka më tepër. Po, sigurisht që po. Ekipi jonë ka roster pak të dobët. Spari ju dëshiroj Peos për fitore, edhe nuk mujtë mu kompenu çerekun e katërt dhe qatë që patëm, do me thonë mundësi tonë ishin qaqë edhe për çfarë arsye ke pak ndryshime po mirë është, do me thonë loja. Sa jeni të kënaqur kryesisht deri më tash çka keni dhënë? Kryesisht kemi parë ndeshje të mira nga Raovici, edhe pse nuk po arrini asesi të merrni fitoren, por sa jeni të kënaqur plus me ardhjen e re, pasi kanadezi pati një lojë të mirë realisht. Po, shpresojmë të vazhdojmë kështu që 2 lojë e tretë është që shkojmë, do me thonë 2 lojë të kemë ka fundi, tash është çerekun e katërt, do me thonë do të mundohemi të shpresojmë këtë komponimi të shkojmë deri në fund, por sa do të mujmë do të qyrëm dhe më të tjerë. Faleminderit shumë, ju uroj suksese në vazhdim. Atëherë kaq nga kjo ndeshje të nderuar shikues, ishim edhe me intervistat. Unë juftoj të vazhdoni të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion, ndërsa nga unë Ulpiana, natën e mirë.